Shqipëria po zvoglohet jo në aspektin territorial, por në atë demografik. Numri i banorëve ka rënë sërish, ndërsa vendi po përballet me një trekëndër shqetësues, më pak lindje, më shumë emigrim dhe një popullsi që po plaket me ritme të shpejta. Instituti i Statistikave thotë se në 1 janar të këtij viti në vend jetonin 2.335.930 banor, në rënje me 1.1% krahasuar me 1 janarin 2025 dhe duke u tkurrur me mbi 66.000 banor bazuar në rezultatet e censit të 2023-shit. Shifrat tregojnë se me përjashtim të qarkut të Tiranës, që ka një rritje të lehtë me 0.7%, të gjitha qarqet e tjera të Shqipërisë janë në ulje të popullsisë, ku situata më problematike është në Kukës dhe Shkodër. Vendi po rrudhet për 2 shkaqe kryesore, thotë Instat. Ulja e lindshmërisë, pasi vjet u regjistruan vetëm 1147 lindje më shumë se sa vdekje, pasi përgjatë 2025-s erdhën në jetë 22.541 fëmijë dhe humbën jetën 21.394 persona. Së dyti është emigrimi dhe shifrat e Instat tregojnë se janë 28.531 persona që janë larguar gjatë kësaj periudhe. Largimi i krahut të punës përkthehet në një barrë të madhe për ekonominë, efekte që po ndjehen tashmë prej vitesh. Biznesit i mungojnë punonjës, ekonomisë i mungon konsumi dhe kontributet e mjaftueshme për skemën e pensioneve, dhe kostoja e punës është shtuar. Por është edhe një faktor i tretë, plakja e popullsisë me ritëm të shpejtë. Sipas raportit, mosha mesatare e popullsisë në vend u rrit në 45 vjeç, në raport me 44.3 vjeç që ishte vjet. Për shkak të këtyre lëvizjeve demografike, në raport thuhet se 35.7% e popullsisë është mbi 65 vjeç. Plakja e popullsisë është kamban alarmi për skemën e pensioneve, deficiti i së cilës mund të thellohet më tej për shkak të shtimit të moshuarve dhe uljes së numrit të kontribuesve.